Unë fakt jam me kemp, se jam i sëmurë. Po si që thanë edhe shokët, uji është i pari, që është emergjent. Është uji. Paka shumë e ngritu ta shatarët atë problem. Unë do ngrinja një problem tjetër që me pak fare investim për në varezat e fshatit. Po, e kam dëgjuar dhe këtë Po trazojnë të vidhen varet në vitin 2025. Që të trazojnë varezat. Si u vidhen varë? Plakat e vareve po i vidhen. Ja. Mërmerë. Deri tu ka arrit puna? Por. Atje është kabina, janë e disa ndërtesa, le vjetë një kamerë, nuk kushton shumë një kamerë, juve e dini sa kushton një kamerë e gjë është për... 30.000 lekë të vjetra, ti sa do një kamerë se është turp, të trazosh të vdekurit është turp. Ju e një ankuar edhe më përpara për gjendjen e varrezave. Për rrethimin. Për rrethimin. Të vjet një punëtor, se Allah unë arroj që të bjerë zjarë atje u prishtë të tërvare, që kushtoj gozhelek, se varë në 300.000 lekë nuk ka. Plus kanë të bëjnë me anën shpirtërore varrit, më shumë se sa anën, me respekte me kulturën. E rrethimi të bëhet, nuk do në një shpezi. Allah, sa të mamë, po duhet bërë. Po një kamerë atje duhet me pa tjetër. E qa do zgjirë kamera? Po mirët pak të me shikoni, ati zotri që Vurin ka pursh në kokaj, vurin në qorape, i ke kapet. Po mirë më e lidhur me policinë. Qa do zesh, mërë? Vjen. Gjertëmi policia ka vajtë të shkodër e ka shqitur. Po, ba.